Shqipëria ka hapur të gjitha grupet negociuese me Bashkimin Evropian, një hap simbolik që shënon progres në procesin e integrimit, por pas kësaj fushate pozitive diplomatike, fshihet një paralajmërim i ashpër nga Brukseli, korrupsioni i lartë dhe drejtësia e kapur mbeten pengesa reale që mund të ngadalsojnë ose bllokojnë përparimin e mëtejshëm. Në konkluzionet zyrtare të Këshillit të BE, thuhet qartë se ecuria e negociatave do të varet drejt për drejt nga rezultatet konkrete në grupin themelor të kapitujve që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe funksionimin e drejtësisë. Për të avancuar në proces, Shqipëria duhet të përmbushë objektiva ndërmjetëse në kapitujt 23 dhe 24, të cilët lidhen me pavarësinë e gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit dhe garantimin e të drejtave themelore. Komisioni Evropian ka përshëndetur rezultatet e deritanishme të SPAK dhe gjykatave të posaçme, veçanërisht në rastet e korrupsionit në nivelet e larta të shtetit. Por vlerësimi shoqërohet me një paralajmërim. Shqipëria duhet të garantojë që drejtësia të mos ndikohet nga presioni politik apo interesat e grupeve të caktuara. BE kërkon ruajtjen e integritetit të sistemit gjyqësor dhe pavarësinë e SPAK, duke theksuar se ndërhyrjet e brendshme apo të jashtme janë të papranueshme dhe dëmtojnë besueshmërinë e procesit. Një shqetësim i veçantë vjen edhe për mosbatimin e vendimeve gjyqësore. Për të avancuar në proces, Shqipëria duhet të përmbushë objektiva ndërmjetëse në kapitujt 23 dhe 24, të cilët lidhen me pavarësinë e gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit dhe garantimin e të drejtave themelore. Komisioni Evropian ka përshëndetur rezultatet e deritanishme të SPAK dhe gjykatave të posaçme, veçanërisht në rastet e korrupsionit në nivelet e larta të shtetit. Por vlerësimi shoqërohet me një paralajmërim. Shqipëria duhet të garantojë që drejtësia të mos ndikohet nga presioni politik apo interesat e grupeve të caktuara. BE kërkon ruajtjen e integritetit të sistemit gjyqësor dhe pavarësinë e SPAK, duke theksuar se ndërhyrjet e brendshme apo të jashtme janë të papranueshme dhe dëmtojnë besueshmërinë e procesit. Një shqetësim i veçantë vjen edhe për mosbatimin e vendimeve gjyqësore. Sipas Këshillit, Shqipëria duhet të sigurojë mbrojtje efektive ligjore dhe zbatim të qëndrueshëm të vendimeve të gjykatave, çka nënkupton se drejtësia selektive dhe toleranca ndaj zyrtarëve të pandëshkueshëm mbetet problem serioz. Në fushën e medias, BE është e qartë. Liria e shprehjes në Shqipëri është nën presion. Këshilli kërkon dekriminalizimin e plotë shpifjes, transparencë mbi pronësinë dhe financimin e mediave dhe një mjedis të sigurt për gazetarët, duke nënvizuar se gazetarët investigativ që raportojnë për korrupsion duhen mbrojtur, jo ndëshkuar. Po ashtu, një tjetër zonë ndjeshme për korrupsionin në Shprona. BE kërkon një reformë të thellë në sektorin e tokës dhe konsolidimin e të drejtave pronësore në mënyrë transparente dhe të besueshme. Kjo lidhet drejt për drejt me një nga plagët më të vjetra të shtetit shqiptar, zhvatja e pronave, manipulimi i dokumenteve dhe përplasjet midis interesave të lidhura me pushtetin dhe qytetarëve të zakonshëm. Edhe pse zgjedhjet parlamentare të majit 2025 u konsideruan konkurruese, ato nuk i shpëtuan vërejtjeve. Këshilli kërkon një reformë zgjedhore të thellë, të realizuar në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe në përputhje me rekomandimet e OSBE, ODIHR-it dhe Komisionit të Venecias.